Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në Albania Newscast në episodin ton të radhës. Do ndalemi të gjithë zhvillime politike, kemi folur shumë për majorancën, kemi folur për protestën, kemi patur dhe tema të ndryshme gjatë kësaj jave, kemi patur dosier, kemi folur edhe për shëndetin, por do ndalemi të zhvillimet në Partinë Demokratike. I kam vënë me shumë vëmendje komentet tuaja që kërkoni të ftuar nga PD-ja, kështu që sot kemi nën kryetarin e ri të kësaj force politike, Nikola Kedhin, me të cilin do të flasim për gjithë këto zhvillime, një ekip i ri drejtues që ka Partia Demokratike, që ka zgjedhur qeverisja e saj 2026-2030, dhe pikërisht për këtë do flasim me Nikola Kedhin, nën kryetarin e ri të kësaj force politike, një nga nën kryetarët. Nikola, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Dhe shumë urime për zgjedhjen në këtë detyrë të lartë, është detyrë shumë e rëndësishme. Ti je një nga 3 nën kryetarët e rinj që jeni zgjedhur. Së bashku me zotin Kolliçi dhe zonjën Bajaziti. Si e prite zgjedhjen dhe cila ishte platforma jote? Është një pozicion që sjell një farë përgjegjësie shumë të madhe. Dhe jo vetëm për atë që përfaqëson pozicionin nën kryetarit, por edhe për situatën në cilën gjendet sot vendi. Vendi sot është në një emergjencë kombëtare, sepse është në kushtet e një shpopullimi ekstrem, janë larguar 42% ose diçka më shumë e popullsisë, që nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër të Europës apo ndoshta edhe vende të tjera. 7 qarqe sot në fakt 7 qarqe në fund të 2025-s e mbyllën vitin me linçmëri negative, që do të thotë ne jemi në kushtet e një kolapsi demografik në Shqipëri. Jemi në kushtet ku nuk ka siguri fiskale, nuk ka siguri juridike, nuk ka siguri për arsimin, për shëndetësinë, siguri për jetën. Në shumë aspekte ne jemi kthyer si në Palermo në viteve 80. Ndaj në këtë kontekst është shumë e rëndësishme që të gjithë segmentet ende të lira të shoqërisë shqiptare të jenë në versionin e tyre më të mirë të mundshëm. Dhe e them këtë sepse unë gjithmonë kam menduar që një regjim i tillë autokratik, i mbajtur me parat që vijnë nga narkotrafiku, siç e thon tashmë të gjithë organizatat, institucionet ndërkombëtare dhe siç e ndiejnë qytetarët shqiptar, nuk mundet vetëm me aksionin e një grupimi të vetëm të shoqërisë shqiptare. Për shumë kohë ka qenë vetëm Partia Demokratike, në bulevard, në shesh, në betejë shumë planshe, por sado në terren, në shesh, në betejë që të jetë Partia Demokratike, një regjim mundet kur Partia Demokratike, segmentet e shoqërisë civile, mediat ende të lira, krijojnë një front me një qëllim të përbashkët, duke lënë më pas dallimet që ato kanë me njëra tjetrën. Dhe kjo gjë, për fat të mirë, unë e shikoj që po ndodh sot në bulevard. Tani të gjithë këto duhet të jenë në versionin më të mirë të mundshëm që t'i bëjnë ballë kësaj autokracie elektorale, siç e quajnë Videm Institute. Dhe të qenit në një pozicion drejtues, qoftë në Partinë Demokratike ose në secilën nga këto, vjen me një përgjegjësi shumë të madhe, sepse njerëzit kanë një pritshmëri shumë të madhe dhe ne nuk do duhet që këtë pritshmëri që kanë ose këto kërkesa që kanë ti lëm të shkojnë të padëgjuara dhe aq më keq akoma ti zhgënjejmë. Ne nuk e kemi luksin sot që të zhgënjejmë më qytetarët shqiptar. Do ndalemi dhe atje, po do një koment për ekipin e ri. Pra përveç nënkretarëve që janë të rinj, u zgjodh Këshilli Kombëtar, Kryesia, Sekretariati, më jep një koment për gjithë ekip. Një pjesë gati 70% janë figura të reja, komplet apo jo? Diku te 65% të Këshillit Kombëtar janë të rinj, të reja, personalitetet të cilët zgjidhen për herë të parë në Këshillin Kombëtar. Në kryesinë e Partisë Demokratike, në mos gaboj, diku tek 14-15 ka 20 të zgjedhur janë për herë të parë. Sekretariatet 13 nga 16 janë të zgjedhur për herë të parë. Janë të rinj jo vetëm nga mosha, por dhe nga të qenit në një pozicion të tillë drejtues. 3 nënkryetarët janë të zgjedhur për herë të parë. Ndaj është ripërtëritja, u tregua që nuk ishte një slogan që u prezantua në kuvendin kombëtar. Nuk ka marrë shumë kritika, gjëra të vogla domethënë, por gjithsesi e kam bërë edhe unë që do kishte kritika, sido që të ishte, por nuk ka patur shumë. Kritika ka gjithmonë për çdo gjë që të ndodh. Në qoftë se do ecnin bidet, do thoshin e bëjnë sepse nuk din të notojnë. Ndaj kritika ka për herë, por unë me një gjykim timin objektiv kësaj radhe si një qytetar i Republikës së Shqipërisë, që dua
më të mirën nga Partia Demokratike, shikoj që ka një kombinim të mirë të brezave. Për mua është e rëndësishme lidhja mes brezave, kombinimi i eksperiencës me risit, dhe kjo gjë ka ndodhur. Janë profesionistë në fushat e tyre, janë njerëz që kanë një background, kanë një karrierë të tyre, kanë dhënë një kontribut në shoqërinë shqiptare dhe janë vlerësuar duke u zgjedhur me votën e Këshillit Kombëtar në këto pozicione. Nikola, edhe një fjalë për veten, për ata që ndoshta nuk të njohin, ti ke mbaruar studimet jashtë, apo jo? Dhe ke qenë kandidat në Vlorë në zgjedhjet e fundit. Jo, kam qenë në primare, por jo në zgjedhjet e fundit. Në zgjedhjet e fundit diçka për CV-n për ata që nuk e dinë. Duhet ta bënim në fillim, por unë kam mbaruar studimet në Itali, në Universitetin Bocconi në Milano, nga më të mirë në botë, Bocconi. Një universitet i mirë, për ekonomi, financë dhe menaxhim ndërkombëtar. Më pas kam bërë një master në Spanjë, në Universitetin Carlos III. Më pas kam bërë një eksperiencë pune në Irlandë, në një kompani konsulence. Më pas jam rikthyer në Shqipëri dhe kam punuar në kompaninë e konsulencës Deloitte për diku të 6 vite. Më pas kam kontribuar në Partinë Demokratike në 5-6 vitet e fundit. Pse u ktheve? Është një pyetje që u bëhet të gjithë. Në disa media ndërkombëtare, gjithashtu kam kontribuar në Fox News, Newsmax, Newsweek, në Il Giornale në Itali. Pyetja që bëjnë më shpesh është kjo që bët ju. Pra me një shkollim të mirë, me një karrierë gati të sigurtë. Deloitte është një nga kompanitë globale më të forta. Një nga 4 kompanitë më të mëdha të konsulencës. Është shumë e thjeshtë që ta braktisësh Shqipërinë, shumë e thjeshtë që të thuash një jetë ka njeriu dhe në këtë vend që ka kaq shumë vështirësi ti ikësh ta bësh ta ndërtosh jetën diku tjetër. Unë mendoj se Shqipëria nuk e ka luksin që ta braktisim. Dhe Shqipëria përgjatë gjithë ekzistencës së vet, po themi përgjatë 2000 viteve të fundit, ka pasur në disa raste, në disa momente kritike të saj, ka pasur nevojë për qytetar ose për patriot, për njerëz të ndërgjegjshëm, të cilët do t'i gjendeshin Shqipërisë në krah. Unë mendoj se sot jemi në një moment kur Shqipëria është në një nga pikat e veta më kritike të ekzistencës. Unë e besoj fort që sot Shqipëria rrezikohet integriteti territorial në disa aspekte, me disa vendime të kësaj qeverie antishqiptare në një pjesë të madhe të vendimeve të veta. Rrezikohet demografia, siç e thash në fillim. Ne rrezikojmë të kemi një Shqipëri në pak dekada një Shqipëri pa shqiptar, me ndoshta njerëz të tjerë që vinë dhe popullojnë këtë vend, por jo me shqiptar. Dhe ndaj është detyra jon madhore që të gjendemi Shqipërisë në këtë moment të vështirë. Andaj u ktheve vendosja që të kontribuosh. Kjo ishte një nga arsyet kryesore. Vetëm çështja me kundërshtarin politik, po. Vetëm një fjali dhe unë ndaj e theksoj fort sa herë më jepet mundësia që sot ne nuk e kemi luksin që të merremi me dallimet që kemi me njëri tjetrin. Në bulevard, unë ndjej një kënaqësi shumë të madhe kur e shikoj bulevardin plot, sepse Partia Demokratike, por dhe unë personalisht e kemi thënë vazhdimisht që ne duhet të ngrihemi të shumt në shesh për t'i bërë ballë kësaj autokracie. Por një pjesë kanë dhe me PD-n, Nikola. Jo, e kam këtu që më vjen shumë mirë që aty në shesh ka progresist, socialist, konservator, demokrat, socialist të zhgënjur, mjedisor, të gjithë. Është një Shqipëri e vërtet. Të gjithë grupimet janë aty në shesh. Shqipëria sot është në bulevard. Çdo natë në orën 7, në orën 8, aty është Shqipëria me gjithë format, me gjithë grupimet. Ishte në parlament, e veta. Sot në parlament ka ndodhur një nga shfaqjet më të turpshme me atë dhunë njerëzore të përsëritur. Ka ndodhur e njëjta dhunë me demokratët sa herë ata kanë protestuar dhe ndodh sot me qytetarët shqiptar, qytetarët e lirë shqiptar që po i zbardhin faqen këtij vendi sërish, me dhunën që me të vetmen gjë që di të bëj kjo qeveri, që është dhuna, presioni ndaj qytetarëve shqiptar. Do kalojmë nga ty, po dua t'i marr pasardhën. Dhe ndaj ky bashkim që ka ndodhur sot në shesh, për mua është një lajm shumë i mirë përtej dallimeve. Do ketë një moment që ne do merremi me dallimet me njëri tjetrin, me ideologjitë, me mënyrën si e shikojmë zhvillimin e Shqipërisë. Sot është ky moment kritik që ne se s'dua ta kaloj zhvillimet në PD, se dua t'i marr me radhë. Patjetër. Dhe një debat që ka një kritik ndaj zotit Berisha dhe ndaj PD-s është rizgjedhja e zotit Flamur Noka. Edhe pse u mendoj që ata që kritikojnë zotin Noka
bëj shumë gabim, se funditës është një punonjës partie nivelit lartë. Dhe nëse kanë kritika duhet ta bëjnë leadershipin, nuk duhet ta bëjnë, po gjithsesi. Më jep një koment edhe për zgjedhjen e zotit Noka se edhe në rrjetet sociale shikoj që është nga njerëzit më të atakueshëm. Edhe mediatikisht patjetër. Un kam këtë test lakmuzi. Në qoftë se shikoj që mediat e regjimit, po them, sulmojnë një individ, do të thotë që ky individ se ka patur edhe nga brenda. Zonja Kuçana bëri një rezolut kundër mulizimit e quajti. Nëse çdo njeri është i lirë të mendojë atë që do. Zoti Noka ka qenë një nga shtyllat kryesore dhe këtë ju a them me një objektivitet shumë të madh në kushtet kur Partia Demokratike ka qenë në rrethim, ka qenë në një agresion të pashembullt. Sot që ne kemi kaluar emergjencën është kollaj që t'i harojmë ato që kemi kaluar në vitet e kaluara. Po Partia Demokratike u tentua me të gjitha mënyrat që ta azjesoj dhe me azjesimin e saj ta azjesoj pluralizmin politik. Dhe ky është një fakt, është një realitet. U tentua ju mor logoja, vula, simbolet, u hoq emri kryetarit nga fletë e votimit. Mund të mos ta duash zotin Berisha. Po është një absurditet që ndërkohë që koalicioni opozitar i thoshte KQZ-s që ne përfaqësohemi me zotin Sali Berisha si kryetar të koalicionit opozitar, KQZ-ja thoshte jo, nuk është ky përfaqësuesi juaj, është dikush tjetër. Ligjërisht ashtu ishte. Jo, përfaqësuesin e vendos koalicioni opozitar se me këtë duan të përfaqësohen. Nuk e cakton shteti se këtë do që të ketë përballë. Dhe fakti që e kanë kaq frikë zotin Berisha, zotin Noka po të doni, mua më duket se u ashton vlerën edhe zotit Berisha dhe zotit Noka. Nga ana tjetër, në Partinë Demokratike vendos vota, Këshilli Kombëtar vendosi që sekretar të përgjithshëm të rikonfirmonte zoti Noka për një mandat të dytë. Ndaj nuk e di ku qëndron habia. Dhe unë sërish të theksoj që Partia Demokratike si një parti konservatore, ose të paktën dhe unë personalisht e kam këtë, që nuk më pëlqen shumë të fokusohem te kjo betejë e brezave, moshave, gjinive, sepse unë mendoj që në thelb ka vlerë individi, meritat që individi ka, aftësitë e tij, forca e tij për të ecur përpara, për të bërë ndryshimet që një shoqëri ka nevojë, dhe për ne rëndësi ka lidhja mes brezave, eksperjenca, sepse konservatorizmi në thelb kjo është marrja eksperiencës e traditës, e historisë nga e kaluara për të formësuar të tashmen dhe të ardhmen në thelb. Dhe ndaj e ritheksoj që në PD mendoj që me proceset e javëve të fundit që kanë ndodhur, është arritur një balancë e mirë e eksperiencës, e lidhjes brezave dhe erisive që dhe për ta mbyllur diskutimin PD, zoti Berisha duhet të qëndronte apo duhet të ikte? Si kryetari i Partisë Demokratike. Debatet e ky diskutim. Po, debat jo në PD, sepse në PD sërish ndodhi një proces zgjedhor. Çdo njeri që nuk e donte zotin Berisha mund të votonte për të mos ta rikonfirmuar. Zoti Berisha u rikonfirmua nga demokratët për të qenë kryetar edhe për një mandat tjetër dhe për ta drejtuar Partinë Demokratike në betejat elektorale në vijim apo në sfidat që ka shoqëria shqiptare sot. Zoti Berisha e ka provuar që në momentin më të vështirë, pa logo dhe pa vull, në kushtet e një regjimi autokratik, kushtet kur presioni është jashtëzakonisht shumë i madh, siç ishte në 2023-shin, në 2025-ën, ku raporti OSBE Odirit thotë është migulluar viandarse mes partisë në pushtet dhe shtetit, janë përdor burimet shtetërore, janë falur gjobat, janë dhënë bonuset, licencat e kanabisit, krimi organizuar që përmendet për herë të parë. Zoti Galer, eurodeputeti që vëzhgoi zgjedhjet këtu kur u kthye në Parlamentin Evropian, tha që në Shqipëri krimi organizuar pengon rotacionin politik, që në këndvështrimin tim është një nga deklaratat më të rënda që është bërë për Shqipërinë në 36 vitet e fundit, e megjithatë zoti Berisha tregoi që ka 530.000 vota, të cilët janë qytetarë shqiptarë që arritën të vrasin frikën, arritën të qëndrojnë
në momentet më të vështira të këtij vendi dhe t'i japin votbesimin e tyre Partisë Demokratike. Është detyra jonë e të gjithëve që të arrijmë të mbrojmë këta njerëz që na kanë besuar dhe të arrijmë të vrasim frikën, të ndihmojmë të vritet frika tek qindra e qindra mira qytetarë të tjerë, të cilët unë jam i bindur që nuk e votojnë këtë shumicë formale që është sot, por kanë qenë të detyruar, të presionuar e kështu me radhë. Dhe ndaj ky ekip i ri që është krijuar, i ka të gjithë mundësitë që ndoshta me një strategji të re, me një mënyrë, me një qasje tjetër, me një mënyrë tjetër të bërit të gjërave të arrit tek çdo qytetar shqiptar. Dhe të jetë në krah çdo qytetar shqiptar. Si zoti Berisha nga afër, Nikola, të punosh me të jesh me të? Si është ajo që nuk duket në media, ose që nuk e kuptojnë edhe opinioni publik, nuk e njeh? Është zoti Berisha, është shumë e thjeshtë të punosh me zotin Berisha në radhë të parë. Ka një mirëkuptim shumë të madh në të punuar, natyrisht dhe kërkesat janë shumë të larta. Dëgjon apo thjesht bën sikur dëgjon? Si thotë për liderët shqiptarë. Dëgjon. Unë në eksperiencën time kam provuar që ai dëgjon. Natyrisht nuk është detyra e kryetarit të partisë që të dëgjojë dhe të zbatojë çdo gjë që i thon. Patjetër. Kjo vlen për çdo. Kjo vlen për çdo, për një drejtues kompanie, për një drejtues partie, për një drejtues shteti e kështu me radhë. Por shumë propozime të mijat dhe të shumë kolegëve të mi që është e vërteta, zoti Berisha i ka dëgjuar, i ka aprovuar dhe janë bërë realitet. Madje kujtoj këtu një nga eksperiencat më të para në këto vitet e fundit të punës time me zotin Berisha ka qenë përpilimi i Kushtetutës së vlerave të djathta, që i quajtëm ne, që ishte doktrina politike, që më pas u bë doktrina politike zyrtare e Partisë Demokratike. Kur nisi procesi i rithemelimit, zoti Berisha thriti mua dhe një grup të rinj të tjerë për të me një qëllim të qartë për ta rikthyer PD-n në shinat e të djathtës. Në vitet e drejtimit të zotit Basha, Partia Demokratike ishte kthyer pak a shumë në një OJF të majt. Unë personalisht të paktën që jam shumë i ndjeshëm ndaj elementeve të djathtës, të konservatorizmit, e shikoja me një farë keqardhje në ato vitet të drejtimit zotit Basha, faktin që mungonin shumë elemente të djathta. Dhe më erdhi mirë kur zoti Berisha më bëri këtë propozim bashkë me kolegë të tjerë, dhe në fund ishte insistimi i tij që ky dokument që ne prodhuam, që ishte një dokument ideologjik, filozofik, që e vendoste PD-n në këto shina të djathtës, u pranua nga Partia Demokratike, u votua në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike dhe sot për çdo që do ta lexoj është në faqen zyrtare të Partisë Demokratike. Po, unë kam lexuar, kemi diskutuar më herë bashkë. Dhe është, po themi, doktrina zyrtare e Partisë Demokratike mbi të cilën është bazuar programi elektoral i vitit 2025. Kthehemi te protesta. Rama Mburg, Berisha Mburg, opozitë shitur. Si ndjeni kur dëgjoni këto shprehje? Së pari, unë dua të them për protestën të ripërsëris atë që thash i parë, që është një lajm jashtëzakonisht shumë i mirë, që qytetarët shqiptar janë ngritur të shumt në bulevard. Edhe unë shkoj për dita i për te dallimeve që ata mund të kenë me njëri tjetrin aty. Sepse siç e thash, nuk është momenti për të fokusuar te dallimet. Ajo që na bashkon në këtë moment është Shqipëria. Dhe këtu duhet të jetë fokusi ynë. Dhe unë kam qenë në protest, që ditën e parë, nuk mund të them që kam qenë rregullisht, por kam qenë në pjesën më të madhe të ditëve, dhe kam parë një entuziazëm shumë të madh dhe më vjen shumë mirë që aty shikoj njerëz nga ajo që ka ngel nga shtresa e mesme, sepse shtresa e mesme ka qenë gjithashtu në një agresion shumë të madh. Për mua ajo ka qenë më e sulmuara, në opinionin time. Pa diskutim. Të rinjt që janë aty në shesh, kreativiteti i tyre e kështu me radhë. Protesta ka dalë me 5 kërkesa zyrtare, që është dorëheqja e panegociueshme e kryeministrit të qeverisë, vajtja në një qeveri teknike, më pas shfuqizimi i ligjeve, të cilat të gjitha kanë qenë betejë të Partisë Demokratike. Dhe ndaj ne i mbështesim plotësisht të gjithë kërkesat që protestuesit kanë paraqitur zyrtarisht dhe kemi bërë me aq sa mundemi gjithçka që këto kërkesa të dëgjohen në arenën ndërkombëtare, në forumet ku ne marrim pjesë. Ishte rezoluta e Partive Popullore Europiane, për shembull, që u lexua dhe në bulevard, që ishte rezultati një pune që ka bërë Partia Demokratike
që është pjesë e Partive Popullore Europiane. Kemi bërë gjithçka që këto kërkesa të dëgjohen në parlament, sepse në kushtet kur për 53-54 ditë bulevardi është plot, qytetarët shqiptar janë në shesh, kanë kërkesa të qarta, parlamenti nuk mund të bëjë sikur kjo gjë nuk po ndodh, se është një absurditet shumë i madh. Dhe kjo që mazhoranca formale bën në parlament, që mbyll sytë dhe veshët, në rastin më të mirë, në rastin më të keq sulmon protestuesët, qytetarët e lirë që janë ngritur aty, është e pa pranueshme. Dhe Partia Demokratike ka thënë që nuk do lejoj që këto kërkesa të kalojnë pa u dëgjuar ose të injorohen, por do bëjmë gjithçka mundemi që të dëgjohen në parlament dhe të kalojnë në parlament. Të paktën të kemi një votim në parlament dhe të shikojmë se si qëndrojnë palët politike në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, që është përfaqësuesi zyrtar i sovranit në lidhje me kërkesat e drejta të protestuesve. Ne i kemi paraqitur si nisma ligjore këto kërkesa që protestuesët kanë në parlament. Dhe çdo seancë, çdo komision si ndjeni parlamentar me këto akuza? Ne do bëjmë betejën tonë që këto të dëgjohen atje. Si ndjeni kur dëgjoni Berisha në burg opozitë shitur? Tani aty ka grupime nga më të ndryshmet. Disa parapëlqejnë që të bëjnë opozitën e opozitës. Disa e kanë betejën me Partinë Demokratike dhe nuk e kanë me mazhorancën, nuk e kanë me qeverinë, nuk e kanë me kryeministrin. Kush janë këta? Ke për partitë e reja apo? Mund të ketë grupime të ndryshme, unë nuk i di se nga vinë këto thirrjet. Unë di që fakti sot është protesta ka dalë prej kohësh me disa kërkesa zyrtare. Kjo që thatë ju nuk është kërkesë zyrtare, se nuk ka se si dihet. Do duhet por që reflektim pa kënaqësi, ë? Këtë nuk di ta them nëse është një reflektim pa kënaqësie, sepse di që këto thirrje kanë ardhur nga grupime qoftë ekstremi të majt, nga grupime të tjera që kanë zgjedhur ta bëjnë opozitë ndaj Partisë Demokratike dhe jo ndaj shumicës. Është një absurditet shumë i madh. Ka ndodhur në vende të tjera që të ketë pakënaqësi ndaj partive kryesore e tjerë, lëvizjet anti-establishment që kanë nisur, por nuk e bën njëri betejën ndaj partisë që është në opozitë, se nuk ka se si ta bësh, sepse nëse ti je në opozitë me një parti, do të thënë je një parti opozitare, dhe është një parti që është në pushtet, ti do zgjedhësh ta bësh opozitën ndaj partisë në pushtet dhe më pas nëse ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, vete dhe sovrani voton në mënyrë të lirë, por një nga partitë që është në opozitë dhe vot beson atë. Ndaj kjo gjë zgjidhet në kutinë e votimit në kushtet kur ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, por ti pa diskutim që do t'i kërkosh qeverisë që të doriqet, do t'i kërkosh drejtësisë që të bëj punën e vet, që të ketë guximin të shkojë deri tek kryeministri për të treguar që vërtet këtu nuk ka të paprekshëm. Dhe kjo është kërkesa legjitime që duhet ketë. Një intermezzo, meqense jemi te drejtësia, cili është qëndrimi që keni për SPAK-un me zotin Klodian Bravo? Të gjithë thonë që do ketë është një lloj qetësie para stuhisë ligjore gjithmonë të drejtësisë. Cili është qëndrimi që ka PD-ja? Unë në radhë të parë unë personalisht kam pasur një skepticizëm shumë të madh për punën e SPAK-ut. Veçanërisht ndaj drejtimit të Altin Dumanit. Për shumë arsye, sepse ka bërë arrestime shumë të bujshme. Zoti Veliaj, patjetër dhe ajo që ndodhi zotit Meta, s'ken e shëmtuar ai lloj arrestimi, por gjithsesi ai ishte rrëmbim, nuk ishte arrestim. Gjithsesi dhe janë një shembull tjetër që vërteton skepticizmin tim. Ndaj shumë zyrtarëve PS-s. Për të së vërtetës. Në qoftë se ke akuza nga më të rëndat për inceneratorët, për skemën korruptive të PSD-s, dhe vetë merresh me gjëra banale dhe fut kryetarin e bashkisë e arreston për gjëra banale, këtu nuk je duke bërë drejtësi. Se qytetarët janë ngritur në protest vazhdimisht për inceneratorët, për skemën e PSD, për faktin që duart e këtyre pushtetarëve janë në xhepat e qytetarëve tërkohës. Nuk ngopen këta njerëz. Dhe nëse ti do vërtet të bësh drejtësi, do merresh me këto çështje madhore fillimisht. Nëse më thoni që vërteton efikasitetin e drejtësisë së re,
fakti se janë arestuar zyrtar të Partisë Socialiste, i bie që Enver Hoxha që ka futur në burg antarët e byros politike, ka pushkatuar ata që në paranojën e vet i quante armiq brenda partisë së vet, i bie pas ka pas drejtsinë më të mirë të gjitha kohërave, por nuk funksionon kështu. Ne duam që në këtë vend të bëhet drejtësi. Dhe ky duhet të jetë një kriteri pa negociueshëm për çdo qytetar shqiptar. Un kam skepticizmin tim dhe me aspektet e tjera të drejtësisë së re. Fakti që sot një qytetar shqiptar nuk merr drejtësi në Republikën e Shqipërisë është shumë shqetësues. Në qoftë se gjykata e lartë thotë që para reformës në drejtësi duhej mesatarisht 1 vit e gjys që qytetarit shqiptar ti shqyrtojë një çështje deri në gjykatën e lartë, sot mesatarisht duhet 17 vjet që të shqyrtohet. Mirë, po kjo s'lidhet me SPAK-un. Jo, unë ndaj kalova Charta gjyqësore, nga SPAK-u dhe tek problemet që ka drejtësia. Ajo lidhet me vettingun. Dhe mua më vjen mirë. Aty bie dakord, ajo është një skandal i vërtet. Jo vetëm kjo, por çështjet që janë në backlog, çështjet e administrative, kam 1 vit e gjys që po pres datën. Pra, administrative, që është thjesht. Ndaj them. Dhe për mua shumë shqetësues fakti në radhë të parë që qytetari shqiptar sot nuk merr drejtësi në vendin e vet. Dhe së dyti që shpeshherë drejtësia është përdorur si armë politike kundër kundërshtarëve politik të kryeministrit. Dhe këto janë 2 elemente shumë shqetësuese, unë e kam thënë dhe kur zoti Berisha. Janë 63 zyrtarë të PS-s të arrestuar dhe po gjykohen. Unë e kam thënë dhe kur ishte zoti. Unë nuk jam dakord me këtë qendrim, por gjithsesi ky është. Unë e kam thënë dhe kur ishte zoti Berisha në arrest shtëpie, që për mua shumë shqetësues fakti që kur ja bëjnë këtë liderit të opozitës, ishte në arrest shtëpie pas një akuzë, theksoj këtu. Mirë, se nuk u paraqit zoti Berisha, nuk. Jo, kur ja bëjnë këtë liderit të opozitës, imagjinoni se çfarë mund të më bëjnë mua si qytetari thjesht apo gjithë qytetarëve. Nikola, duhet të jemi sinqert në opinionin publik. Zoti Berisha nuk u paraqit, nuk donte të paraqitej, prandaj u arrestua. Nuk respektoi vendimin. Jo, nuk mund të paraqitej se ai ka qenë nuk u arrestua për akuzë. Ka qenë kryeministër, ka qenë president. Dakor, po them se duhet të jemi korrekt me fakte. Nuk mund të pranonte një proces antikushtetues. Ligji është ligj. Tani, në qoftë se ligji është ligj. Po kjo është gjë e kaluar, që mos të kthehemi këtu, po me që përmendët rastin e zotit Berisha, kur janë paraqitur për rastin e zotit Berisha, kanë vajtur pas një provë në parlament me 2 copa letre, dhe kushdo mund ta shikoj të hapi arkivat dhe t'i kthehet. Për zonjën Balluku kishte diku te 16.000 faqe në mos gaboj, dhe ku është zonja Balluku sot? Komandon treçerekun e qeverisë. Mirë, SPAK-u e bërit vetën. Socialiste. E mbrojti Rama. Jemi dakord këtu, po SPAK e bërit vetën. Ja ku janë standardet e 2 fishta. Por aq më tepër që zoti McAllister, kryetari i Komisionit të Jashtëm në Parlamentin Evropian, në Shqipëri ka thënë rasti Balluku është test kritik për rrugëtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me që jemi këtu te dosja Balluku, shumë deputet PD-s e kanë parë, është sekretet timor. Ka patur kërkesa për të publikuar dosjen. Do i publikojë sipas teje apo jo? Nëse sekreti timor është marrë në kushtet e konfidencialitetit, i është dhënë antarëve të komisionit të mandateve. Ma këtu nga zotja Gronshia ka bëj thirrje disa herë që ta publikojnë, ose të më japin mua tha e publikojnë. Tani po më kërkoni që të komentoj një kërkesë për të shkelur ligjin. Çfarë komenti mund t'i bëj unë një kërkese për të shkelur ligjin? Në qoftë se zoti Sheaj do të shkel ligjin, është në të drejtën e tij, unë nuk i futem të komentoj. Partitë e reja, e futëm një lloj intermezzo. Mua më shqetëson shumë që ka një standard të 2 fisht, që njerëz si zonja Balluku kanë imunitet dhe një qytetar shqiptar nuk ka imunitet përballë drejtësisë, por edhe përballë gjithë presionit që i bëhet në të gjitha mënyrat nga kjo qeveri gjigande burokratike e mbajtur nga krimi dhe droga, që përpiqet të futet në çdo segment të jetës së qytetarit shqiptar. Dhe kjo është shumë shqetësuese dhe do duhet të marrë fund një moment e mbar. Më jep një koment për partitë e reja. Patjetër që duan fitojnë kapital politik nga protesta, nuk është se po ja dalin, më sa po shikoj unë. Jeni ende për tezën e bashkimit, edhe pse janë shumë kritik me ju, agresiv. Si e shikon? Kjo është kjo teza e cila nuk është se ka funksionuar, po gjithsesi e dëgjoj shumë në PD, e dëgjoj në media, bashkim, po bashkim për çfarë? Varet nga prioritetet që ka gjithë secili. Varet nga prioritetet që kanë partitë e vogla
ndoshta ka parti që e kanë luksin sepse i kanë mundësitë ekonomike që të presin 30 vite derisa këto parti të rriten dhe të vinë në pushtet. Nëse do rriten gjithmonë. Nëse do rriten, po me që kam dëgjuar vërdall, domethënë se nuk merrem të dëgjoj se çfarë thon gjithë partitë, se Shqipëria ka 200 parti gati, është bërë sport kombëtar hapja e partive dhe mirë bëjnë, se nuk ka asnjë problem, unë jam i djathtë edhe në fund konkurenca e vendos këtë gjë, kur ka zgjedhje të lira dhe të ndershme gjithmonë. Kështu që varet nga prioritetet që ka çdo parti dhe çdo individ. Unë di të them këtë gjë, qytetarët shqiptar nuk e kanë luksin të presin 30 vite, se një jetë kanë, derisa dikush tjetër të vi dhe të bëj heroin dhe të na shpëtoj. Qytetarët shqiptar kanë emergjencë sot, sepse qytetarët shqiptar sot janë në kushte të një varfërie shumë të madhe. Eurostati dhe Banka Botërore thonë që 20% e shqiptarëve janë në kushtet e varfërisë ekstreme. Nuk mbyllin dot muajin. 55% ishte një anketë e publikuar 1-2 muaj përpara që thoshte 55% e shqiptarëve nuk mbyllin dot muajin nga shpenzimet. Dhe shumica buxhetin harxojnë për ushqime. Shumica në një shifër shumë të madhe e shpenzojnë për ushqime, diku te gati 70% e buxhetit të një familje shkon për ushqime, shifra më e madhe në Europë. Ashtu siç 20% që është shifra më e lartë në Europë për varfërinë ekstreme dhe siç 42% e shqiptarëve që jetojnë në kushtet e përjashtimit social është shifra më e lartë në kontinentin evropian. Që do të thotë 42% e shqiptarëve shpenzojnë vetëm për gjërat më bazike për të mbijetuar. Nuk e kanë luksin shqiptarët që të presin të vinë një hero dhe t'i shpëtojnë. Dhe ndaj, unë vazhdoj të them, dhe ky ka qenë qëndrimi i Partisë Demokratike i zotit Berisha gjithashtu, që sot është thelbësore që ne të bashkohemi përtej çdo dallimi. Do kemi kohë sa të duan këto partit që të merremi se kush do t'i uli taksat më shumë, se si e shikojmë neve qasje ndaj qeverisë, ndaj mekanizmave të balancës së pushtetit, çështjet për gjyqësorin, për arsimin, për shëndetësinë, po nuk është ky ai moment sepse ne ngatrojmë kohën politike historike në cilën ne ndodhemi. Dhe çdo veprim politik do duhet i përgjigjet kohës në cilën ne jemi. Sot nuk jemi në kushtet e një gare elektorale aq më tepër të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme që uroj të ndodhin sa më shpejt në Shqipëri. Sot jemi në kushtet kur do duhet krijojmë një front kundër këtij regjimi autokratik, sepse një regjim autokratik mundet mbrapset vetëm kur sheh që presioni së brendshmi është rritur në këto nivele kaq të larta, sa ka detyruar dhe presioni ndërkombëtar të rritet në këto nivele të larta, të krijojnë të dy së bashku sinergjinë për ta mbrapsur. Dhe ne po u morëm me gjërat e vogla që na dallojnë, sepse unë mendoj të gjithë ne që dalim në shesh, të gjithë parti ose një pjesë e madhe e atyre që votojnë partit opozitare sot i bashkon një emërus, që është largimi një orë më parë i kësaj qeverie antishqiptare. Hajde të punojmë në drejtim të kësaj dhe më pas kur një qeveri teknike të përgatis vendin të përgatitet në për bashkëpunim pavarësisht kritikave nga këto parti. Ne jemi të hapur të bashkëpunojmë me çdo që shikon si të keqen më të madhe kryeministrin e vendit sot. Kam një pyetje të fundit, strategjia që do ketë opozita. Pra duke sikur protesta e ka mjegulluar pak, e ka lënë në hije opozitën për shkak se dominohet sheshi që e ka patur opozita me protesta her pas hershme. Çfarë do të bëj duke filluar nga shtatori? Pra do jetë opozite fortë në parlament, jemi komente për reformën territoriale sepse janë pjesë e aksionit tuaj. Pra çfarë do ndodhi me strategjinë edhe për zgjedhjet lokale 2027 sepse në shtator fillon edhe viti politik. Po për ne nuk ka fund edhe fillim të sezonit politik. Partia Demokratike ka ndezur motorët, është në terren, është në një betejë shumë planshe. Ne kemi thënë dhe më përpara që ne nuk jemi të fokusuar vetëm në një aspekt ose në një front, sepse nuk e kemi luksin të fokusohemi vetëm në një betejë. Betejja e Partisë Demokratike është shumë planshe, qoftë në terren, qoftë me protestat, siç e përmendët ju, dhe sot nuk është vetëm Partia Demokratike në bulevard, është gjithë shoqëria shqiptare në një farë mënyre. Dhe kjo gjë patjetër që na gëzon. Jemi në betejë në parlament, në komisione parlamentare, vazhdimisht në komunikime ndërkombëtare, në ndërgjegjësime ndërkombëtare, duke bërë çdo gjë që të mbështetet protesta, dhe qëllimi ynë është që kjo protestë jetë e suksesshme për qytetarët shqiptar në radhë të parë.
sepse është ndoshta një nga mundësitë e vetme apo të fundit që ne të gjithë së bashku të mund t'i vendosim kufirin aty ku duhet këtij autokrati dhe ta detyrojmë që të smbrapset dhe të dorëheqë dhe të lërë këtë vend që të marrë frym lirisht sërish në mënyrë të lirë. Ndaj edhe vjeshta do jetë një vazhdim i betejës në të gjithë këto plane, natyrisht me një strategji të re, me një mënyrë të re organizimi, veprimi. Si do t'jetë? Nëse kemi në detaj. Dhe në teren, po ne kemi qenë në konsultim dhe në diskutime të vazhdueshme me Institutin Republikan Amerikan për shembull, për të parë se si mund të jemi ne më mirë të pajisur, po themi, me të gjitha mënyrat për t'i bërë ballë këtij regjimi autokratik, se si do duhet bërë puna në teren, ku vendi kombëtar i Partisë Demokratike e ritheksoi që në themel të veprimtarisë Partisë Demokratike është demokrati, është militanti, ai është Chelsea, është seksioni, si bërthama më e vogël, e cila do duhet të bëjë gjithçka për të qenë fort vet dhe për të qenë në krah të qytetarit shqiptar, në mënyrë që ne mos ta lëmë qytetarin shqiptar vetëm përballë presionit të jashtëzakonshëm që ai ka nga gjithë kjo makineri gjigande e bazuar në paratë e narkotrafikut, por të na ketë ne në krah për t'i bërë ballë së bashku këtij regjimi autokratik, për të vrarë frikën tek të tjerët dhe për të garantuar që qytetarët shqiptar të mundet së shpejti të votojnë të lirë. Ne do vazhdojmë presionin ton pa diskutim për një qeveri teknike, një qeveri që del jashtë partive politike, por që ka mandatin për të çliruar administratën në radhë të parë nga presioni që ka, për të bërë një luftë aq sa mundemi në këto rrethana ndaj krimit të organizuar dhe ndaj ndikimit të tij në zgjedhje, dhe për t'i lënë shqiptarët të votojnë lirisht dhe të zgjedhin pastaj këtë duan. Unë do bëj gjithçka mundem së bashku me ekipin drejtues të Partisë Demokratike që PD-ja të ketë alternativën më të mirë, ofertën më të mirë elektorale, por kjo i takon një momenti të dytë kur ne të jemi në këtë betejë elektorale në kushtet e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Sot fokusi ynë është që qytetari shqiptar të mos ndihet vetëm, sepse nuk është vetëm, dhe unë dua të them edhe këtë gjë që e kam shumë për zemër ta them. Unë jam shumë i ndërgjegjshëm që ka shumë skeptik me Partinë Demokratike me ne. Për një mijë arsye. Partia Demokratike është demonizuar në dekadën e fundit, po veçanërisht në 5-6 vitet e fundit, është një propagandë e llahtarshme që është tentuar të bëjë një inxhinieri psikike me qytetarin shqiptar. Ndaj unë e kuptoj dhe skepticizmi që mund të kenë shumë, kritikat që mund të kenë shumë. Por unë garantoj çdo njeri që është duke na dëgjuar tani që dora jon është e shtrirë për të dëgjuar dhe skeptikun më të madh. Sepse neve nuk kemi armiq njëri me tjetrin, nuk e kemi luksin që ta shikojmë njëri tjetrin si armik, nuk e kemi luksin që të përjashtojmë askënd nga kjo betejë vendimtare për Shqipërinë. Fokusi ynë është Shqipëria, është garantimi i ditëve më të mira për Shqipërinë dhe për shqiptarët, këte kemi objektiv të përbashkët, dhe ndaj ne do duhet të dëgjojmë njëri tjetrin më shumë. Partia Demokratike është e gatshme që të dëgjojë të gjithë kritikat. Fakti që ndodhi ky proces ri për të rritës në Partinë Demokratike është një shembull që Partia Demokratike dëgjoi dhe protestën, që Partia Demokratike dëgjoi kërkesat e shoqërisë shqiptare, që Partia Demokratike dëgjoi dhe bazën e vet që kërkonte që Partia Demokratike të ishte në versionin më të mirë të mundshëm për t'i bërë ballë këtij regjimi autokratik. Ndaj ne jemi të hapur për të dëgjuar të rinjt, të rejat, si përmarrësit, fermerët, buqit, shtresën e mesme, arsimtarët, mjekët, infermierët, të gjithë grupet e interesit që janë në Republikën e Shqipërisë, sepse ne mund ta ndërtojmë Shqipërinë dinjitoze vetëm së bashku, për të ndërtuar një kontratë dinjiteti, që është ajo që na mungon, sepse është ajo që ka goditur ky regjim sot. Mos maro dhe reformën territoriale. Është shumë sensitive, në prenjas kishte patur protesta, kë variant mbështet PD-ja dhe do t'i japi votat te PS-ja apo jo për ndryshim? Procesi i reformës territoriale është kërkuar jo vetëm nga qytetarët shqiptar. Unë jam munduar t'i ndjek edhe dëgjesat që janë bërë dhe kam parë që
ka një zhgënjim dhe një pakënaqësi shumë të madhe me reformën e njëanshme që u bë në vitin 2014-2015. Po. Dhe është e natyrshme që të ketë dhe zhgënjim dhe pakënaqësi me reforma të tilla kur janë të njëanshme dhe kur nuk bëhen për të çuar shërbimin tek qytetari, por bëhen për të shërbyer interesave elektorale, në këtë rast të Partisë Socialiste, sepse u bë një reformë e tërë për të shërbyer në mënyrë elektorale PS-s. Ne kemi përgatitur me grupin ton të ekspertëve, me deputetët që janë pjesë e komisionit të reformës territoriale dhe duke dëgjuar qytetarët shqiptar, pra duke marrë feedbackun e tyre, komentet e tyre, problematikat e tyre në këto takime dhe duke i shndruar në një propozim gjithëpërfshirës të Partisë Demokratike. Dhe Partia Demokratike ka një draft, por ngelet një draft jo final sepse Komisioni i Reformës nuk e përfundoi procesin e vet. U ndërprer në mënyrë të njëanshme dhe nuk u pranua kërkesa e Partisë Demokratike për ta shtyr afatin e kësaj reforme, ndërkohë që ka ngelur pa u dëgjuar Tirana për shembull. Qarku më i madh ende nuk është dëgjuar. Banorët e Tiranës në të gjithë hapësirën që mbulon qarku i Tiranës nuk janë dëgjuar për problematikat që ata kanë dhe se si mund të adresojnë këto problematika. Shumë elemente të tjerë të kalendarit ende nuk janë adresuar, të kalendarit të punës të këtij komisioni. Dhe në momentin që ne kërkuam dhe përfshirjen e Kongresit të autoriteteve rajonale dhe vendore Europiane të Këshillit të Europës, u ndërpre puna e këtij komisioni në mënyrë të njëanshme. Dhe kjo tregon dhe një herë frikën që këta kanë për të dëgjuar qytetarët shqiptar, por edhe për përfshirjen e faktorit ndërkombëtar. Dhe kjo është një provë më shumë që ne do duhet të ngrihemi të gjithë në shesh, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, dhe do duhet që të ushtrojmë presionin ton edhe te ndërkombëtarët, edhe tek drejtësia, sepse vetëm me këtë presion të gjithanshëm këta smbrapsen. Dhe kjo që duan të bëjnë sërish me reformën territoriale është një vazhdim i asaj që bën në 2014, që është një reformë që i largon të gjitha shërbimet nga qytetari dhe është në funksion të interesave elektorale të Partisë Socialiste. Ndërkohë, propozimi ynë është shumë i thjeshtë, është i bazuar tek disa parime, të cilat janë parime dhe logjike në një farë mënyrë, të decentralizimit, e parimi subsidiaritetit, tek fakti që shërbimet do duhet jenë sa më afër qytetarit. Nuk mundet qytetari të marrë rrugën të bëjë 2 orë rrugë për të marrë një shërbim të thjeshtë. Dhe ndërkohë këta thonë digitalizimi, por gjitha shërbimet online nuk funksionojnë, këtu nuk ka siguri kibernetike, këtu të gjitha të dhënat e qytetarëve shqiptar janë sheshit. Domethënë problematikat që sot qytetari shqiptar ka janë të gjithanshme. Dhe pse largohen shqiptarët? Sepse vjen reagimi cinik shpesher nga mazhoranca formale dhe thot që po emigrojnë gjithandej, po edhe në Gjermani ka probleme, po taksat Gjermani. Këtu jo vetëm që ka probleme, po këtu mungojnë gjërat më bazike, që jashtë as nuk mendohet që të mungojnë. Që te uji, që tek dritat, që te rrugët, që te cilësia e ajrit, që te shërbimet që qytetari shqiptar duhet marrë. Dhe ne duhet ja çojmë institucionet qytetarit shqiptar afër, shërbimet afër, jo t'ja largojmë gjithmonë më shumë dhe ta bëjmë këtë dhe ta centralizojmë gjithçka. Sot çdo gjë është e centralizuar. Sot çdo gjë është e centralizuar në dorën e kryeministrit. E tregojnë si batut që ai dhe në një pallat në Vlorë që do lyej, do jepte vendimin e tij se çfarë ngjyre duhet të kishte dhe u pezulluan punimet sepse nuk nxirrnin nuancën e të verdhës që donte kryeministri dhe nuk lyej pallati për 3 javë. Do të thënë ne jemi në kushtet e absurditetit të marrëzisë në këtë vend dhe do duhet ta rikthejmë këtë vend në shinat e normalitetit dhe të rikthejmë shtyllat e republikanizmit për një republikë dinjitoze për qytetarët shqiptar ashtu siç ata vërtet e meritojnë. Nikola, erdhëm në fund të kësaj interviste. Faleminderit shumë, suksese në rrugtimin tënd në këtë post të ri. Dhe do të ftoj përsëri se dua të bëjmë një bisedë për soroizmin në Shqipëri. Dhe një temë që dua ta diskutoj pastaj për raportet ndërkombëtare, se ti je një politikën amerikane shumë mirë, kështu që por ndoshta do ta lëmë në sezonin e ri në shtator. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Ndërkohë me këtë intervistë erdhëm në fund të episodit të sotëm në Albania Newscast. Si gjithmonë, jepni komentet tuaja, bëni edhe subscribe, do t'i lexojmë të gjitha, do t'i pasqyrojmë ato edhe në episodet e mëvonshme. Deri atëherë, ju uroj gjithëve ditë sa më të mbara.